Të vazhdojmë hoxh me pyetjen e radhës që ka arritur me mesazh dhe na shkruan një shikues, thotë doja të merrja një këshill nga hoxha. Kam një hall që 4 vite jam martuar, por kur nuk ja kam parë hajrin kësaj martese. Më është nxirr jeta, përveç fëmijëve që kam, e falenderoj Allahun që mi ka fal dhe hatri tyre nuk mundem me e shkatru këtë martesë. Jam larguar 4 herë nga shtëpia, por prap jam kthyer tash. Para një muaji jam gatruar sërish me familjen e gruas. Gruaja nuk më dëgjon fare dhe më godet shumë herë. Nuk e di çfarë të bëj me këtë hall, por vetëm kur jam në xhami jam shumë i qetë, fal Zotit. Ju lutem, çfarë më këshilloni të veproj, sepse nuk mundem të duroj edhe më tutje. Po nëse është kështu që e ka përshkruar, kjo është e dhimbshme me godit gruaja burrin. E dhimbshme është edhe burri me godit gruan, sepse çiftet bashkëtorë duhet të jenë më të afërt ndaj njëri tjetrit, sidomos në këtë kohë kur gjanat kanë ndryshuar. Përpara ka qenë një traditë jo e mirë në popullin tonë ku burrat i kanë rrah gratë, tash është bën një traditë tjetër, gratë i rrahin burrat, të dy palët e kanë gabim. Jeta nuk shkon domethënë duke u rrah, duke u ofenduar, duke ia nxi njëri tjetrit jetën, duke ia humbur vullnetin për jetë, duke ia humbur domethënë optimizmin, duke ia humbur ardhmërinë e ndritshme e kështu me radhë. Çka do të më bëj këshilla ime është për këtë vëllazë të flas me familjen e vet dhe me familjen e gruas, në asnjë moment mos e toleron me të sjell gruaja. Absolutisht, hiç nuk i ka hije. Kjo do të më qenë sigurisht domethënë mungesë edukatës familjare tek gruaja, e cila e godet burrin. Nuk e di çfarë familje është ajo kur e edukon vajzën për me godit burrin. Po çka më bëu kur vjen puna deri aty, po kur vjen puna deri aty ndahesh krejt. Është më mirë mund të krejt ai le të gjen veten dikun tjetër, edhe le të shkon dikun tjetër, ti e gjen veten dikun tjetër. Gabimin e shoh do thotë tek ju, pse keni toleruar me orë gjendja, këtu do të thotë që ajo më çu dorë ndaj teje. Në momentin e parë ajo domethënë kur ka dash me çu dorën, ti u dash me stopu dhe më thon këtu nuk ka, as nuk po duam të sill, as nuk po msjell, ndash me jetu mirë, sikur njerëzit mirë, sikur kafshë në xhungull nuk jemi, ti shko te baba jot, unë shkoj te familja jeme dhe kryet muhabeti. Mos e luaj lojën e çuçanit, mos e luaj lojën e mjeranit, e të shkretit, e me të shkel, sepse disa gra që janë besimtare, që janë fetare, ato me mujt edhe kanë në gojë tashti. Se domos s'ka frikë Zotin, s'ka kur fal domethënë frikë që ti këtë parasysh domethënë pasojat, andaj ndarja në këto raste është më e mira. Për me shpëtu mirë ti, edhe me shpëtu edhe ajo.